Na e fillu, na e dhanë porat e para, bu formu lobi. Unë nuk kom prit ma pak se këta do të bojnë, se kanë bo. Veprimtaria tyre e Mirëfillt fillon që nga koha e ardhjes së senatorëve dhe kongresistëve amerikanë në Kosovë. Unë e gjodi vardin, na si familje, unë e kom joftu për vitit 1984. Lobi shqiptar-amerikan nuk kishte ndaj program partijak, kishte program kombëtar. Ishin preokupuar me çështjen e Kosovës. Dhe në 6 senator delshin demonstrata tona, Pishkishbova, Kinisërit Amerikë, me tonë senatorët a kongresmen demonstrata. Po ju bim në New York edhe në Washington, duam t'ju shohim bashkë krejt. I heqnin shpenzimet e gjithë delegacioneve që vinin këtu. Dhe kur vinin puna për me fol, dilnin përfaqësuar nga Kosovë. Ta më kanë tunë zyrën e tyne dhe mi kanë dorëzuar dikon afër $40,000. Ky komuniteti jonë andrujt një rënë pozitiv për 100 vite. Dhe nuk u ndalen në veprimtarinë e tyre. I kom thonë, edhe tullën e mrapë, si e kom fitu këto, kom edhe unë për Kosovë.